Malisheva është treva dhe toka e njerëzve punëtorë dhe ndershëm dhe patriot, e atyre që çdo ditë japin më shumë se sa që marrin. Sot komuna juaj, Malisheva, ka nevojë për një transformim të madh. Dhe ky transformim do të vijë me bashkëpunimin e ngushtë të qeverisë sonë qendrore të Republikës Kosovës dhe të qeverisjes lokale të udhëhequra nga lëvizja vetëvendosje dhe kryetari I ardhshëm Barinoti. Të dashur motra e vëllezër, qytetarë të Malishevës, jemi bërë bashkë këtu për rrugtimin, për ndryshimin e madh që Malisheva e meriton. Flasim për një plan të qartë zhvillimi, të mbështetur nga qeveria e Republikës sonë dhe nga kryeministri ynë Albin Kurti. Premtojmë përkushtim të palodhur. Premtoj lidhje të fortë me qeverinë e Republikës për të sjellë në Malishevë zhvillimin që e kemi pritur me dekada. Nga 12 tetori fillon koha e punës së vërtetë, fillon koha e vetëvendosjes, fillon koha e qeverisë së guximshme e prosperuese Malishevë dhe përfundimisht fillon koha e zhvillimit.